E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Say, bull. Behavior independence. Say, no. Forced to live in excessive training this summer. Njerëzit janë një specie jashtëzakonisht e çuditshme. Ajsa nuk është as pak e tepruar kur thuhet se jemi pa konkurrencë që janë më e çrregullt, më e rregullt dhe më e pazakont në të gjithë planetin në të njëjtën kohë. Dhe pothuajse kudo që hedh sy gjem prova që e vërtetojnë këtë gjë. Prandaj nuk është aq befaqësuese që ndër vite janë zbuluar gjetje paleontologjike dhe arkeologjike të cilat mund të përshkruhen vetëm si tronditse ose thellësisht bizare. Por, si me gjithçka tjetër, edhe këtu ka nivele. Vetëm disa zbulime janë aq të forta sa lën edhe vetë studioze të friksuar, të udhëtuar ose mbase të mbushur me një ndjenjë habie të ftohtë. Miqtë dashur, krijimi I këtyre episodeve për ju merr goxha kohë dhe mund, ndaj unë do isha shumë falendërues nëse ju mund të lini një pëlqim, mendimet tuaja në komente dhe ta shpërndani podcastin me miqtë tuaj. Për ata që I pëlqen shumë episodi, janë dhe opsionet e donacioneve në PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimet në Spotify. Le të kalojmë në temë. Një nga këto raste që arriti të prodhonte të treja këto reagime njerëzish ishte zbulimi I një varri masiv në Itali, ose për më saktë në zonën e Agropolit, ku u gjetën eshtrat e mbi 200 individëve të datuar rreth 1500 vjet më parë. Normalisht gjetja e qendra trupave është aspekt alarmues në vetvete, por këtë herë gjëja që troqi vëmendjen e studiuesve nuk ishte masa, por një individ I vetëm, një burr I moshës së mesme I quajtur TUS 380. Sipas analizave, ai kishte vdekur diku mes moshës 40 dhe 50 vjeç dhe kishte përjetuar një traumë jashtëzakonisht të rrallë. Amputimin, pra prerjen e parakrahut në mezin e tij. Duke pasur parasysh kohën kur ai jetonte, nëse ky amputim do të ishte bërë qëllimisht, ai do të ishte kryer pa asnjë lloj anestezie, me një sharë kockash pa antibiotik ose qetësues për dhimbjet më pas. Vetëm kjo është një shenjë fortë se ky njeri kishte një tolerancë dhimbje jashtënormale. Me fjalë të tjera, ishte jashtëzakonisht rob I fortë. Por këtu historia bëhet edhe më pazakont, sepse ai nuk ishte vetëm I fortë në kuptimin figurativ, por edhe në atë real, I fortë si shkëmbi. Aty ku duhej të ishte trungu I krahut, ishte vendosur një thik e plot prej hekuri, orientuar larg trupit. Një pamje që krijon ndjesinë sikur njerëzit kishin filluar të eksperimentonin me cyborgs shumë përpara fantazive moderne, dhe kjo thik nuk ishte as pak dekorative, ishte një protezë funksionale. Vëzhgimi tjetër që ishte po aq tronditës sa fakti që ky kishte prerë krahun dhe kishte vënë thikën, ishte se ai kishte jetuar me këtë, le ta quajmë, përmirësim të jetës së tij për shumë vite. Skeleti tregonte shenja të përballimit të forcave të forta biomekanike. Me fjalë të thjeshta ai e përdorte rregullisht këtë thik në dorën e tij. Një nga provat më të zymta për këtë ishte gjendja e dhëmbëve të tij. Një pjesë e mirë e tyre ishin ngryer deri në dhomat e pulpës. Për shkak se ai, siç mendojnë studiuesit normalisht, nuk I dim fiks, përdorte dhëmbët zakonisht për të shtrënguar rripat që mbanin thikën në vend, sa herë që ato liroheshin ose shpërbëheshin. Tani të konsumosh dhëmbët deri në asgjë nga përdorimi I tepruar është jashtëzakonisht e dhimbshme. Dhe ai e bëri këtë ndërkohë që vuante nga infeksione, mase bakterie të shpeshta dhe të tjera robe dentare. Edhe shpatlla e tij tregonte shenja të përdorimit të vazhdueshëm të armës. Kockat ishin zhvendosur në një mënyrë të tillë që sugjeronin se krahu mbahej shpesh në pozicion jo natyral. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, dhe vetë vendi I amputimit tregonte shenja fërkimi intensiv, me shumë gjas I shkaktuar nga përdorimi I vazhdueshëm I gjymtyrës metalike. Pyetja logjike është, për çfarë përdori kjo thik? Përgjigja duket se lidhet me identitetin e tij. TUS 380 I përkiste një grupi gjermanik të njohur si Lombardët, dhe për standardet e botës së lartë, ata kishin një reparacion të frikshëm, të njohur për aftësitë e tyre ushtarake dhe prirjen ndaj konfliktit. Kjo ka çuar në idenë se TUS 380 e përdorte krahun thik për vetmbrojtje në betejë, dhe se ndoshta, pikërisht në një përplasje të tillë e kishte humbur fillimisht krahun e tij. Pra, kemi të bëjmë qartësisht me një njerëz jashtëzakonisht të ashpër, me një prag dhimbjeje pothuajse të shenjëzor. Dhe pavarësisht këtij dëmtimi ekstrem, ai duket se ja doli mban të jetonte një jetë relativisht të qetë, sepse sipas studiuesve arriti të jetonte deri në moshën 50 vjeç, një moshë relativisht e lartë për atë periudhë, dhe mendohet se ka vdekur nga shkaqe natyrore, një fund relativisht I qetë për një jetë kaotike.
Nëse nuk e keni bërë abonimin akoma, mbase ky është momenti i duhur për ta bërë atë. Gjithsesi, fatkeqësisht një përfundim i tillë nuk mund të thuhet për një zbulim tjetër edhe më të lashtë, edhe më të errët, i cili nuk rrotullohej rreth një njeriu të tërë, por rreth një kocke të vetme të këmbës. Ky fusil u zbulua në rajonin Turkana të Kenjas dhe u datua rreth 1.45 milion vite më parë. Me fjalë të tjera, nuk kemi të bëjmë me një Homo sapiens, por studiuesit janë të sigurt se ai është padyshim një nga të afërmit tanë të lashtë. Problemi është se deri më sot nuk kishte arritur të përcaktojë saktësisht se cilë specie i përkiste, sepse në atë periudhë në rajon bashkëtonin disa lloje njerëzish të hershëm. Situata ndërlikohet edhe më shumë nga fakti se kjo kockë është jashtëzakonisht e dëmtuar. Dhe ky dëmtim, sipas gjithçkaje që dim, duket se është shkaktuar nga homonoid të tjerë. Dhe nuk bëhet fjalë për një traumë të zakonshme, Shenjat janë jashtëzakonisht të qëllimshme dhe precize, në prerje të qarta përgjatë kockës së kërcirit. Të vendosura saktësisht aty, kur individi ishte gjallë, ndodheshin mishi dhe muskujt. Kjo i çoi shkencëtarët normalisht drejt një përfundimi tronditës. Kishin përpara provën më të vjetër të njohur deri më sot të një njeriu të therrur dhe të zhveshur nga mishi. Me fjalë të tjera, dëshmi e qartë e kanibalizmit. Por ka edhe diçka tjetër. Ashtu siç nuk e dim saktësisht se kujt i përkishte kjo kockë, nuk dim as se kush ishte ai që e vrau dhe më pas e hëngri. Duke qenë se në ato kohë bashkëtonin disa specie homonoidësh dhe me shumë gjasa, jo gjithmonë në paqe, lind një mundësi e zymt, ndoshta, nuk ishte edhe aq e pazakont që kushurinë e afërt njerëzor të përfundonin në pjatat dhe drekat e darka të njëri tjetrit. Dhe jo si të ftuar, por si menu. Kjo ide përfaqësohet dhe nga konteksti mjedisor i rajonit. Burimet ujore aty pranë duket se ndryshonin shpesh në mënyrë drastike, çka do të thotë se periudhat e thata do të kishin reduktuar ndjeshëm burimet ushqimore. Në kushtet e tilla, kufit moral, nëse mund të flasim tani për moral në ato kohë, me shumë gjasa kanë qenë shumë fleksibël. Dhe pse ka pasur zbulime të tjera që kanë konkuruar për titullin e provës më të hershme të kanibalizmit, mendohet se kjo kockë kërciri qëndron në krye, pikërisht sepse dëshmitë janë kaq të drejtë për drejta dhe të pamohueshme. Ky është mister i errët, por diçka që të konfuzon vërtet dhe është e pashpjegueshme dhe që ka tronditur botën e antropologjisë është shpella Rising Star. Vetemi tingëllonin tregues, por besom që historia është një çike e çuditshme, me thënë drejtën. Kjo shpellë ndodhet në formacionet dolomitike malmanit të Afrikës së Jugut dhe është futur relativisht vonë në vëmendjen e njeriut modern. Ajo u përmend për herë të parë në vitin 1980, kur u eksploruara dhe u hartëzua në mënyrën më të përafërt nga një ekip speleologësh. Por shumë shpejt u bë qartë se sistemi i shpellave ishte jashtëzakonisht kompleks dhe plot rreziqe. Ndaj një pjesë e madhe e tij mbetet i pa eksploruar dhe i pa dokumentuar deri më sot. Por pak më vonë, për shkak se bëi fjalë për një shpellë të vendosur në të ashtu quajturën djepi i njerëzimit, ajo u rishqyrtua nga një ekip antropologësh dhe këtu hyn në loj fati i pastër. Gjatë këtij riekzaminimi, ata zbuluan një dhomë të panjohur më parë, e cila sot njihet si dhoma Dinaledi. Kjo dhomë fshehte diçka të jashtëzakonshme, ose mbase të zakonshme, varet nga çfarë këndvështrimi e sheh. Ajo fshihte eshtra njerëzore. Dhe jo disa kocka të shpërndara, por mira, mbi 1500 fragmente, që së bashku përfaqësonin të paktën 15 individ të ndryshëm. Mes tyre kishte meshkuj, femra, foshnjë të moshuar. Ky kombinim i gjerë moshas, gjinisë, e bën këtë zbulim një nga më të rëndësishmit dhe më të mëdhenj për sa i përket grumbullimit të eshtrave homonoid të lidhura mes tyre të gjetur ndonjëherë në Afrikë. Por nuk është se është kjo gjëja që e bën këtë fakt më të çuditshëm. Aty ku fillon çudia është se këto kocka në fakt nuk dihet se si kanë arritur aty. Për të arritur në dhomën ku u gjetën, duhej të kapërcente pengesa që duken thuajse absurde. Fillimisht duhet të përshkojnë 10 metra korridore të errëta pas një burim drite natyrore. Më pas, duhet të kalojnë në një ngushtiq aq të ngushtë sa vetëm njerëzit më të dobët fizikisht mund të futeshin. Dhe edhe ata vetëm në një pozicion që i nxjan pozës së Supermanit duke fluturuar. Edhe po ta kaloje ti këtë pikë, nuk është se mbaronte aty aventura. Të priste një shpatë i pjerit edhe i mprehë që duhej ngjitur me jashtëzakonisht shumë kujdes, përpara se të futej në një tjetër kalim të ngushtë. Dhe në fund, si pengesa finale, duhet të zbrisje poshtë një boshti vertikal rreth 12 metra i thellë. Me pak fjalë ishte çmenduri, nuk ishte e thjeshtë fare. Dhe pikërisht kjo e bën pyetjen edhe më shqetësuese. Si përfunduan alla gjithë këta njerëz atje? Se le të themi hajt, i mbijetove të gjithë kësaj dhe arritë deri këtu urime. Tani kem mbytur tek hyrja e dhomës. Dhe kjo në vetvete tregon shumë. Askush nuk përfundon këtu rastësisht. Nuk është një vend ku bie gabimisht. Duhet përpjekje e qëllimshme në kohë dhe rrezik real për të arritur deri atje. Shpjegimi
më i thjesht duke logjik, ndoshta trupat kanë qenë tashmë të vdekur dhe ishin marrë nga ujërat e përmbytjeve, të cilat mbase ishin trequr më thellë në shpellë deri në këtë dhomë, po ky skenar u rrëzua shpejt, sepse analizat e sedimentit treguan se shpella nuk ishte qenë kurrë e përmbytur. Dhe jo vetëm kaq, por trupat nuk ishin depozituar në një ngjarje të vetme. Ato ishin vendosur aty përgjatë një periudhe të gjatë kohore. Duke analizuar, shkuam në një ide tjetër. Ndoshta një grabitqar që ushqehej me njerëz kishte qenë përgjegjës për këtë akumulim. Nuk ishte hera e parë në histori që një kafshë të tërhiqte njerëz në një shpellë. Por edhe kjo teori nuk është se zgjati shumë, se nga mira eshtra të gjetura, vetëm një nuk ishte njerëzore. Dhe i përkiste një bufi. Tani nuk është se njohim ndonjë grabitqar që gjuan njerëzit në mënyrë kaq ekskluzive. Për më tepër, eshtrat nuk tregojnë shenja kafshimi, shqyrja apo dëmtime tipike të grabitqarëve. Kështu kjo hipotezë u hoq shpejt nga lista. Dhe këtu konfuzioni sa vjen edhe thellohet, sepse kockat nuk tregojnë jo vetëm mungesë dëmtimesh nga grabitqarët, po pothuajse asnjë farë lloj dëmtimi. Kjo nënkuptonte diçka specifike që trupat nuk ishin hedhur poshtë në boshtin vertikal. Ata nuk ishin rënë. Ata ishin vendosur atje me kujdes. Tani kjo hap një pyetje tjetër. Çfarë lloj qenie do ishte aq e çmendur ose aq e qëllimshme sa të grumbullonte trupa njerëzor në një vend kaq të thellë, të largët dhe jashtëzakonisht të vështirë për t'u arritur në një shpellë. Një vend ku edhe sot vetëm njerëzit me pajisje moderne arrin të hyjnë. Përgjigjja më e mundshme është ajo që studiuesit e gjetën vet. Njerëzit, ose për të qenë më saktë një specie krejtësisht e re njerëzish e quajtur Homo naledi. Tani, edhe sot Homo naledi njihet vetëm nga shpella Rising Star. Por fal sasisë së jashtëzakonshme të eshtrave, shkencëtarët kanë arritur të krijojnë një ide relativisht të qartë për anatominë e tyre. Ata ishin më të shkurtër dhe më të lehtë se ne. Kishin tru relativisht të vogël dhe një trup më të përshtatur për ecje në dy këmbë se sa disa speciet e tjera të gjenisë Homo. Mendohet se Homo naledi ka jetuar rreth 335.000 deri në 236.000 vite më parë, çka e bën atë një nga të afërmit tanë më të vonshëm evolucionar. Shumica e studiuesve besojnë se ata kishin aftësi për të përdorur mjete bazuar në strukturën e kafkës dhe duarve. Por askush nuk mendon se ata dispozicionin pajisje ngjitje litar apo ndonjë teknologji navigimi të avancuar që mund të hynin për shpella. Akoma bëhet më e mprehtë pyetja. Si arritën vllai dashur të hynë në dhomën e asaj shpelle? Dhe mbi të gjitha, si transportuan këto trupa deri aty? Edhe me thënë drejtën, tani nuk është se e di njeri, nuk ka ndonjë përgjigje të saktë. Disa kanë sugjeruar se ata lëvizin për shpella duke përdorur zjarrin për ndriçim, të tjerë mendojnë se ata krijonin shenja ose orientues primitiv për gjetur rrugën, por pothuajse çdo përpjekje për ta shpjeguar se si qysh tek është, le të themi, e krijuar dhe vazhdon të kritikohet dhe të diskutohet. Madje edhe vetë ideja që Homo naledi i ka vendosur trupat aty është ende një hipotezë. Nuk është fakti pakundërshtueshëm. Në këto lloj sfera studimi nuk është se ka fakte që nuk diskutohen dhe janë 100% të sakta. Ka teori edhe më ekstreme pas së cilave ndonë se eshtrave janë padyshim të Homo naledi, ndoshta ishte një specie tjetër e gjinisë Homo që i vendosi ato aty. Një ide akoma më e çuditshme që sugjeron që shumë kohë mbasi këta individ kishin vdekur, ishin në fakt njerëzit modern ata që i varrosin trupat në shpellë. Nëse kjo do ishte e vërtet, do ishte akoma dhe më e pashpjegueshme se pse duhet bësh gjëra të tilla. Ka dhe nga ata të tjerë pasaj që mendojnë që mund të ishte vampir që jetonte në shpella. Në fuqi supernaturale pasaj arrinte ti tërhiqte këto trupat para njerëzor brenda, po. Hajde gjeje. Po ti si mendon? Si mund të kenë shkuar këto trupa deri atje? Ndali mendimin në komente. Një zbulim tjetër goxha i çuditshëm dhe enigmatik është ajo çfarë shkencëtarët gjetën pranë një liqeni të largët në masivin malor Trishul në Indi. Dhe vetëm normale nuk është kjo gjë. Tani, ky liqen unajor i cekët dhe i ngushtë quhet zyrtarisht Ropkund me 2 o, pan not intended. Por për banorët vendas, ai ka fituar nofka shumë të errta si liqeni i misterit apo liqeni i skeleteve. Arsyeja është e thjeshtë. Rreth këtij pellgu të vogël uji ndodhen qindra e qindra trupa, ose më saktë skelete. Mendohet se numri i tyre kalon 800 individ. Dhe kjo nuk është një nekropol i zakonshëm apo një varezë e organizuar. Trupat nuk janë vendosur aty me qëllim. Përkundrazi, ato janë të shpërndara në mënyrë kaotike, sikur 10 apo 100 njerëz të jenë vrarë rreth e rrotull këtij liqeni në një ngjarje të vetme ose në pak kohë. Kur vendi u zbulua për herë të parë në fillim të viteve 1940, autoritetet britanike në Indi u trembën seriozisht.
sepse dyshimi i parë ishte skenari më i keq i mundshëm. Një pushtim i fshehtë japonez me viktima të mbetura në terrenin malor, por hetimet e mëtejshme rrëzuan shpejt këtë ide. Eshtrat ishin padyshim Homo sapiens, por ishin shumë më të vjetra për të pasur lidhje me luftën e dytë botërore. Kjo konfirmua edhe nga objektet e gjetura me skeleteve, artefakte druri, maja heshta, shprej hekuri, sandale lëkura dhe unaza. Gjëra që nuk përputheshin as pak me një forshë urtësarake moderne. Dhe kështu studiuesit u përballën me një enigmë të vërtetë. Si kishin vdekur kaq shumë njerëz pikërisht këtu dhe pothuajse të gjithë në të njëjtën zonë. Një nga çelësat kryesorë për përgjigjen ishte vetë gjendja e trupave. Fal temperaturave të ulta dhe lartësisë së madhe mbi nivelin e detit, shumë prej viktimave ishin ruajtur jashtëzakonisht mirë. Në disa raste madje kishte ende inde të buta. Dhe ajo çfarë u vure ishte trondit se një pjesë e madhe e këtyre individëve kishin vdekur nga e njëjta lloj plage. Për të qenë sa më konkret, në pjesën e sipërme të trurit, në kafkë, shumë skelete tregonin shenja traume nga goditje të forta, me objekte të rrumbullakta. Lëndime që dukeshin sigurisht shkaktuar nga objekte që kishin rënë nga sipër, sigur mbase copa të mëdha akull. Edhe këtu, mbase ja vlen të përmendë një detaj interesant kulturor i zonës. Se kur shkencëtarët folën me banorët e zonës përreth, dëgjuan një legjendë lokale shumë të vjetër. Ajo tregonte për një mbret të lashtë që bashkë me familjen e tij ishte vrarë nga një stuhi e tmerrshme breshri teksa po kalonte nëpër male. Duke kombinuar këtë tregim popullor me dëmtimet e vërejtura në skelete, studiuesit direkt arritën përfundimin që duke i superbindës në atë kohë, riqeni i skeleteve kishte qenë skena një stuhie katastrofale breshri, e cila kishte vrarë një numër të madh njerëzish. Dhe kësaj çështja u konsiderua e mbyllur. Ose të paktën kështu menduan në fillim, se e ka dardha bishtin mbrapa, ka thënë ai. Sepse ndonse dëmtimet që ngjanin me goditje nga breshëri ishin të shpeshta, jo të gjitha skeletet tregonin shenja traume të tillë. Por për të qenë të sinqert, ky nuk ishte as problemi më i madh. Kontradikta e vërtetë doli më vonë, kur një ekip tjetër shkencëtarësh analizoi një mostra shtesë. Rezultatet treguan diçka më shqetësueshme. Të vdekurit nuk i përkisin një grupi të vetëm. Në fakt, kishte 3 grupe të ndryshme njerëzish, nga jo vetëm periudha, por dhe rajone të ndryshme. 2 prej këtyre grupeve duket se kishin vdekur rreth 1000 vjet më parë, me vetëm disa dekada diferencë mes tyre. Njëri grup ishte me prerardhje tipike të Azisë Jugore, ndërsa tjetri tregonte lidhje me Azinë Juglindore. Po grupi i tretë ishte ai më fucked up nga këta. Ky grup vinte nga një rajon krejtësisht i papritur, nga Greqia kontinentale dhe Kreta. Dhe jo vetëm kaq, por këta individ nuk kishin vdekur shumë kohë më parë. Disa nga vlerësimet, nëse mund t'i trajtojmë si të sakta ose më të sakta deri më sot, tregojnë se ata mund të kenë përfunduar në liçenin e skeleteve rreth 200 vjet më parë. Dhe pikërisht këtu lind pyetja. Pyetja që e bën gjithë historinë mbase jo të frikshme, por super çuditshme. Nëse njerëz nga pjesë kaq ndryshme të botës kanë vdekur këtu në periudha të ndryshme kohore, çfarë ndodh realisht në këtë liçen? Dhe mbi të gjitha, a është një vend i sigurt për të vizituar dhe sot? Natyrisht nuk është se do zgjidhet direkt kjo lloj enigme, sepse po ta dinim sakt do ishte mbyllur, po ja ku jemi nuk e dim. Dhe për momentin gjithçka klasifikohet si mister. Shumë studiuesë mendojnë se një stuhi breshri mund të ketë qenë shkaku i vdekjes për të paktën një pjesë të tyre. Sa është probabiliteti tani që 3 grupe të ndryshme në kohë të ndryshme të ngordhin nga breshri aty është çmenduri. Dhe e bën akoma më pak të besueshme fakti që ka një mungesë dëmtimesh të qarta dhe të njëtrajtshme në të gjitha skeletet, siç do ishte në rastin e një breshri të madh ku normalisht në mënyrë të njëtrajtshme do krijonte dëmtime në trupa. Dhe e gjithë kjo është se janë dokumentuar vetëm 3 grupe që janë identifikuar nga analiza e vetëm 38 individëve. Tani nuk e dim se sa grupe të tjera mund të dalin nëse do analizojnë gjithë trupat. Tani un kam edhe një ide tjetër përveç gjërave që kanë lexuar, që mbase ky liçen mund të ishte një lokacion, një vendodhje e preferuar për kultista, për njerëz që besojnë këtë gjë në fundin e botës dhe aplikojnë vrasjet e njëri tjetrit për të pastruar shpirtin apo etj etj. Edhe India është e njohur për këto lloj vendodhjesh dhe siç sot ku ne kemi njerëz që besojnë në horoskope dhe karikojnë gurët e tyre sentimental me dritën e hënës, edhe në atë kohë besoj ka pasur europian të trashë që kanë marrë udhëtim të gjatë vetëm për të vrarë njëri tjetrin ose për të vrarë nga guruja në malet e Indisë. Por
çfarë drejtin di unë s'di asgjë. Kështu që le të vazhdojmë me misterin ose çudinë tjetër njerëzore. Në vitet 1930 në rajonin e Levantit, keni parasysh kush Levanti, ku është Palestina sot. Palestina, Libani, këto gjërat. Veçanërisht përreth qytetit të Gjerikos. Studiuesit hasën disa objekte për atë kohë jashtëzakonisht shqetësuese, që në pamje parë ngjanin me kocka njerëzore. Ato ishin ndërtuar nga disa shtresa suvaje të mbështjella, pikturuara dhe të zbukuruara me guas kadeti për të krijuar iluzionin e flokëve, syve dhe lëkurës. Në pamje të parë ishte disi e frikshme, por historia sapo fillon. Kur këto objekte u hapën, u zbulua se brenda këtyre objekteve që dukeshin si kocka dhe koka njerëzore, kishte vërtet kafka njerëzore brenda. Në total, u gjetën mbi 20 koka të tilla që datonin 10 deri në 8000 vjet më parë. Shumica i përkisnin burrave të rritur, por mes tyre kishte edhe gra dhe fëmijë. Dhe ajo që e bënte zbulimin më shqetësues ishte fakti se të gjitha nofllat ishin hequr, dhe çdo kokë ishte varrosur në ndyshemen e shtëpive. Tashi, është çik vendi pa zakon për të ruajtur koka, nëse je normal në tru. Kjo ngjalli interes mbi arsyen pse ishin krijuar. Një nga hipotetat e hershme ishte se këta artistë, nëse mund t'i quajmë tani artistë, kishin vrarë individët dhe kishin marrë kokat si trofe. Pse i kanë sfatuar, mbase ka qenë një ritual i ngjashëm si në kohrat e mëvonta, mbase një akt simbolik, ndoshta fetar, ndoshta ushtarak. Por kohët e fundit është shfaqur edhe një hipotezë një çik më por jo më pak e çuditshme. Mi që kafkat ishin varrosur në shtëpi, ato mund të kenë përfaqësuar një nga format më të hershme të praktikave funerale të kultit të paraardhësve tanë. Është zbuluar se këto kafka nuk mbeteshin të mbyllura përgjithmonë në tokë. Ato nxirreshin dhe manipuloheshin periodikisht për periudha shumë të gjata kohore. Aq gjatë sa individët real që përfaqësonin fillimisht humnin identitetin personal dhe shndërroheshin thjesht në një paraardhës. Ndoshta kjo ishte një barrë kulturore shumë e rëndë, sepse pas rreth 2000 vitesh praktika e kafkave të suvatuara në Gjeriko zhduket plotësisht. Tani, rreth 2000 vitesh, Gjeriko, Levanti, ç'a ndodhi para 2000 vitesh, unë kam edhe një teori për këtë, se mbase ka qenë periudha e Krishtit, ku të gjitha këto adhurimet e paraardhësve dhe rritjet demoniale me kafka dhe pjesë të mbetura të trupit të njerëzve nuk shiheshin me sy të mirë. Por, unë nuk jam studiues. Ajo që mbetet pas është vetëm një gjurmë kulturore, një tregim mitik i regjistruar mijëra vite më vonë, që e përkthyer në shqip, edhe pse nuk tingëllon ndonjë gjë kush e di, tingëllon në këtë lloj mënyre. Çfarë merr në fund i pavdekshmi? Çfarë merr në fund një i vdekshëm? Glazurë e hedhur mbi kokë, gëlqere mbi një kafkë. Tregim i zonës. Tani, mbase nuk kemi bërë të zbuluar asnjë herë këtë që një fund një çik i zyn për diçka që ndoshta kishte për qëllim nderimin e paraardhësve, por siç nuk e jemi të sigurt për këtë, mbase mund të ketë qenë edhe një ritual sadist deri diku. Por sinqerisht marrëdhëniet shqetësuese me vdekjet nuk duket se kanë qenë trend i zakonshëm në të kaluarën. Bile disa mund të thonë që vazhdojnë edhe sot. Dhe këtij nderimi në thonjza mund të shtohet një shembull edhe më i çmendur akoma. Mozaiku njerëzor është aq keq sa tingëllon. Se ndryshe nga Levanti, kjo gjetje vjen nga Skocia, pranë ishujve të jashtëm hebride, në jug-perëndim të Skocisë. Aty u zbuluan 4 skelete të epokës së bronzit, ashtu si kafkat e Gjerikos, edhe këta individ u gjetën pranë strukturave banimi. Por ndryshe nga ato të parat, këto trupa ndodheshin mbi dyshime, jo poshtë saj, dhe ishin shtrirë në pozicione krejt normale, pa shenja dhune apo vdekjet pa zakon. Për një kohë gjatë, si që ndodh me shumë zbulime, ata konsideruan gjetje rutinë. Pastaj një analizë pak më e thelluar nxori në pah një kontradikt tronditse. Një prej trupave që mendohej se ishte femër rezultoi jo plotësisht femër. Shumica e skeletit ishte e tillë, por kafka ishte mashkullore. Dhe jo vetëm kaq, sa pjesë të tjera të trupit nuk përputheshin me të. Dikush në një moment kishte bashkuar një pjesë trupash nga individ të ndryshëm, duke krijuar një trup të vetëm, jo për dhunë, jo për luftë, po ndoshta për ritual ose simbolik. Kjo është një tjetër çudi se çfarë drejtin bënin ata njerëz më përpara. Tani ne mund ta bëjmë edhe më të thjeshtë për veten tonë, themi po ose të çmendur ka pasur gjithmonë, skizofren, njerëz të apasionuar me gjëra të tilla siç ka edhe sot. Sot ne I mbyllim në institucione mentale, atëherë lejoheshin bëheshin mozaik me njerëz. Por prapja vlen për të menduar nëse nuk ka qenë ky rasti.
Ta bëjmë enigmën edhe misterin pak më të vështirë për veten tonë. Rezultojnë se pjesët tjera të trupit i përkisnin dy meshkujve të ndryshëm. Çka shkoi në përfundimin e prerë se këto skelete nuk ishin një individ i vetëm, por një kombinim i 3 personave të ndryshëm. Dhe nuk ishte rasti i izoluar. Mosat e tjera rezultuan po ashtu përsëritje trupave të ndryshëm. Vërtet makabre. Por vazhdojmë. Dhe një shtresë tjetër e çuditshme dhe misteri shtohet kur mbas studimeve të mëvonshme, ky puzzle i njerëzor pas ka qenë njerëz të bërë turshi. Kozgat e tyre shfaqin shenjat dimineralizimi, një proces që ndodh kur trupi qëndron për një kohë të gjatë në një mjedis jashtëzakonisht artësit, siç janë sallatorët apo specat apo patlıxhanat e mbushur turshi. Dhe rastësisht, ose mbas edhe jo rastësisht, aty pranë ndodhe një kënet, e cila përmban pikërisht nivelin e acidit të nevojshëm për një efekt të tillë. Çojnë i den se trupat kishin kaluar një kohë të gjatë në kënetin e trofës. Por çudia është se ata nuk u gjetën në kënet pa, që do thotë se dikush i kishte bashkuar qëllimisht pjesë trupash nga individë të ndryshëm, i kishte zhytur në kënet dhe i kishte pritur me durim për një periudhë të gjatë kohore dhe më pas i kishte vendosur produktin përfundimtar brenda në shtëpinë e vet. Dhe akoma më fakta, pasaj ky datimi me radiokarbon që përdorin për të datuar trupat, nxori në pah se trupat ishin disa qindra vjet më të vjetër se sa ndërtesa ku ata gjenden. Çfarë do thotë kjo? Sipas studiuesve, shpjegimi i mundshëm është se kemi të bëjmë me një formë ekstreme të kultit të paraardhësve. Për qindra vjet, një komunitet i epokës së broncit në Skoci duket se ka mbajtur eshat e të afërme mbi tokë, të ndërthuara me një krijesë groteske si mozaik njerëzor. Kjo figurë kalonte nga brezi në brez dhe me kalimin e kohës shtoheshin pjesë të reja sa herë që dikush vdiste. Me fjalë të tjera, trupat e rinj shtoheshin konstrukteve ekzistuese. Sigurisht ekziston një mundësi akoma më e çmendur pasaj që këto mos të kenë qenë objekte adhurimi për trofe, megjithatë duket pak e besueshme duke parë sasinë e jashtëzakonshme të punës edhe të kujdesit që është investuar në to. Shumica e studiuesve mendojnë se kjo nuk ka shumë gjasa. Sidomos kur krahasohet me dhunën e njohur e lashtësisë ku armiqtë e mundur zakonisht nuk trajtoheshin me kaq pikmëri apo durim tani, të themi drejtën. Jo se sot trajtohen më mirë, po që ka qenë çim brutalisht atëherë. Edhe kur krahasohen me disa mizori të kohëve moderne, dhuna e lashtë duket se ka qenë dukshëm më e çrregullt dhe e pashpjegueshme. Në fund të fundit ekziston një periudhë e tërë neoliti ku duket se njerëzit kanë qenë të prirur ndaj vrasjeve të pazakonta dhe jashtëzakonisht mizore. Janë zbuluar shumë gjetje të mëdha në të gjithë Euroazinë që dëshmojnë këtë punë. Madje për shkak të famës së keqe së kësaj periudhe, studiuesit janë bërë disi të mpirë ndaj vrasjeve neolitike, pasi shumë pak raste dhunë jashtë konteksti arrin t'u afrohen nga brutaliteti. Por në fakt, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një vend që i afrohet disi rrezikshëm këtij lloji realiteti. Edhe ndoshta përfaqëson shpërbërjen e plotë të një shoqërie. Le të vendosemi në jugperëndim të Colorados, aty ku dikur jetonte një kulturë e lashtë e njohur si kultura Basket Maker Pueblo, pra koshbërësit, fshati koshbërës. Për mijëra vjet, ata banonin në këtë rajon dhe jetonin në shtëpi grop, struktura të ndërtuara pjesërisht në tokë për strehim. Dhe pikërisht në disa prej këtyre strukturave dhe përreth tyre u zbulua një skenë thellësisht tronditëse, me thënë drejtën. Një komunitet i tërë ishte fshirë nga faqja e dheut. Në total u gjetën 24 trupa, por ishin 7 prej tyre që tërhoqin vëmendjen më të madhe sepse ishin shkatruar në mënyrë çnjerëzore. Kockat e tyre ishin pastruar nga mishi, pjekura dhe të çara, ndërsa kafkat ishin goditur, thyer dhe kishin shenja gërvishtëse, që tregonin që dikush kishte nxjerrë trurin me vegla. Tani, to janë prova të qarta, një bufe të madhe, masive, kanibaliste. Dhe nuk është një sulm i thjeshtë. Vendi jo vetëm që u braktis, por edhe u përdhos, që sugjeron që banorët nuk morën robër, përkundrazi ata ishin viktima, u sulmuan, u vranë, më pas edhe u hëngrën, bile brenda shtëpive të tyre. Provat nuk kufizoheshin vetëm tek trupat, u gjetën edhe vegla të njollosura me gjak dhe engatimi. Me fjalë të tjera, viktimat mund të jenë gatuar në të njëjtat tenxhere që kishin përdorur më parë për të gatuar ushqimet e tyre të përditshme. Kupton tani çfarë niveli po flasim? Gjithçka tregon se sulmuesit nuk ndjenin asnjë lloj pendese apo mëshire. Zbulime tjetër ishin dhe jashtësitë njerëzore, të gjetura mes hirit të ftohtë o xhakut të njerëz nga shtëpitë grop. Kjo sugjeron se një nga sulmuesit kishte përdosur qëllimisht shtëpinë pas ngjarjeve makabre. Duke qenë se vatat e gatimit kishin një rëndësi qendrore në kulturë për shoqëritë indigjene atje. Besoj se ky mund të ketë qenë një veprim që mund të shihej si fyerja përfundimtare. Fillimisht
Për shkak të brutalitetit ekstrem pati një rezistencë ndaj këtyre përfundimeve, disa pretenduan se ndoshta një kulturë huaj kishte pushtuar zonën, ose se dëmtimet e kockave nuk ishin rezultati i kanibalizmit, por fatkeqësisht edhe kjo doli thjesht një shpresë e reme, sepse provat më eksakte ishte fiks Akropoliti. Sepse sipas analizave, shkencëtarët zbuluan praninë e mioglobinës, konkretisht mioglobin njerëzore. Dhe kjo substancë nuk përfundon në jashitje rastësisht. Ajo shfaqet vetëm nëse ke qenë duke përtypur mish njeriu, sepse mioglobina nuk gjendet në shumicën e organeve apo enëve të gjakut, por kryesisht në indin muskulor. Edhe bëhet akoma më keq. Personi që përdhosi vatën e shtëpisë duhet të ketë qenë një kanibal i përkushtuar, sepse ndryshe nga akropolitë të tjerë të njohur nga ajon, ky është plotësisht i përbërë nga mioglobin. Që do të thotë se për rreth 12 orë përpara defikimit filani ishte ushqyer vetëm me mish njeriu. As perime, as frut, as një gjë tjetër, vetëm mish njeriu. Karnivor. Por me thënë të drejtën, edhe pse duket rast ekstrem, nuk është se është i rasti izoluar. Kjo është në fakt një pjesë shumë e vogël e mozaikut më të madh. Me kalimin e kohës, vu re se kjo kultura basket maker Pueblo kishte kaluar në një shoqëri relativisht paqësore, në një shoqëri që vriste dhe konsumonte njerëz të tjerë. Një transformim i ngjashëm me atë që është vëtur dhe në disa kultura të tjera neolitike. Statistikat në fakt janë të ndritëse. Kjo kulturë ka një nga normat më të larta të dëshuara të kanibalizmit dhe dhunës nga çdo kulturë e lashtë e njohur. Një studim identifikoi 72 vendodhje me shenja kanibalizmi, prej të cilave 38 ishin përfundimtare. Në analizë tjetër gjeti mbi 870 skelete që tregoi se më shumë se 8% prej tyre përmbanin shenja të qarta kanibalizmi, ndërsa përqindja e dëmtimeve të lidhura me dhunë ishte shumë herë më e lartë. Dhe duke qenë se ky shpërthim brutal dhune duket se u shfaq pothuajse pa pritur, logjikisht pyet Robi pse? Edhe pse debatet vazhdojnë, në fakt në teori është bërë dominuese dhe mbështetet me 2 pikpamje kryesore. E para, 850 vite më parë, sistemi Chaco, që përbënte zemrën politike, ekonomike dhe kulturore të kësaj shoqërie, u shemb dhe u zhduk në një mënyrë misterioze. E dyta, pas periudhave me rrjeshje të bollshme, rajoni u trondit nga thellësira të rënda dhe të zgjatura. Kur i bashkon tani të dy këto faktorë së bashku, përfiton tani një territor të shkatëruar nga mungesa e burimeve, ku shoqëria pastaj filloi të shpërbëhej gradualisht, dhe kanibalizmi mund të përfaqësonte fazën e fundit të dëshpëruar dhe njerëzore, ku njerëzit u kthyen kundër njëri tjetrit vetëm për të mbijetuar, siç ne e njohim jo larg në Rusinë judo-komuniste, ku njerëzit u shtyn drejt ngrënies së njëri tjetrit, madje edhe fëmijëve të tyre. Pra diçka jashtëzakonisht shumë e errët. Megjithëse këto mbetje, këto histori dhe këto prova janë vetëm ato që filanët kanë zbuluar deri tani. Mbase do të dalin dhe njohuri të tjera, dije të tjera nga studimet e mëtejshme. Por le të presim derisa ato të dalin në dritë. Nëse ke arritur ta dëgjosh këtë episod deri në fund, domethënë që ke interes për tema të tilla, siç edhe unë kam goxha interes, mua më duken jashtëzakonisht shumë interesante këto lloj historish. Dhe një herë të përgëzoj që e dëgjove deri në fund. Falenderoj që ishe këtu me mua. Mund të lësh një like nëse episodi ka pëlqyer, mund të lësh mendimet tuaja nëpër komente dhe shpërndajeni podcastin me miqt. Për fansat e zjarrt kemi dhe opsionet e donacioneve. Deri herën tjetër, qëndroni shëndetshëm dhe bashkë miru dëgjofshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast.